Të gjithë tenderat që mbajnë firmën e ish-guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani do të hetohen nga Prokuroria e Tiranës. Mësohet se task force e akuzës së kryeqytetit do të kalojë në sit duke filluar nga tenderi për letrat A4 që përdorte banka, tenderi kartolinave dhe zarfeve për fundvit, deri tek tenderat miliona eurosh si Hotel Dajti, rikonstruksioni i godinës qendrore të bankës, si dhe qerat që banka paguante tek privatët për ambiente. Grupi hetimor që po heton të gjithë paratë që janë përdorur nga Banka Qendrore për tendera, ka filluar marrjen në pyetje të gjithë anëtarëve që kanë qenë pjesë e komisioneve vlerësuese të ofertave. Organi i hetimit për shkak të dyshimeve se mund të ketë patur abuzime gjatë organizimit të tenderave nga Banka e Shqipërisë, ka zgjedhur të shikojë mënyrën e pranimit të ofertave. Megjithatë, vëmendja më e madhe gjatë hetimit do të jetë e përqendruar tek privatizimi i Hotel Dajtit. Banka e Shqipërisë e bleu hotelin e famshëm për 30 milionë euro në vitin 2010 me prokurim të drejtë për drejtë. Një tender i cili pritet të hapë mjaft debate është rikonstruksioni i Hotel Dajtit. Burimet sqarojnë se Banka e Shqipërisë ka paguar 1,5 milionë euro për t'i kthyer në zyra pune ambientet, por pavarësisht parave të paguara, gjendja e ndërtesës vazhdon të jetë e njëjtë prej vitesh. Prokuroria e Tiranës është e fokusuar dhe në hetimin e qerave marramendëse që banka paguan tek privatët për ambiente, duke qenë se godina kryesore për 2 vjetësh është në rikonstruksion. Mbi 6 milionë euro në vit është llogaritur qeraja që banka paguan tek këto privat. Tenderi për rikonstruksionin e godinës qendrore të BSH dhe shkelja e fatit të punimeve me 2 vjet do të rishikohen me imtësi nga grupi hetimor, ndërsa shkelja më e madhe në këtë tender është shuma që është investuar në rindërtim, pasi asnjëherë nuk është bërë ditur për publikun.